Për ty, nëse ke guxim të dëgjosh, fuqi të ndryshosh, atëherë po, emisioni Fije Jete është për ty. Nëse pret përgjigje të sakta, ndoshta je në vendin e gabuar, por nëse ke pyetje të ndershme dhe sfiduese, je në vendin e duhur. Çdo të hënë në orën 21 në Paper FM 91.1, emisioni Fije Jete për ty. Ky është emisioni Fije Jete, mirëmbrëma, dhe sot do të flasim për një temë që u desh pak kohë që ta zbërtheja, sepse ka disa tema që nuk është gjithmonë shumë e lehtë për të folur, jo se janë fort të mëdha, po sepse i kemi shumë afër, aq afër sa ndoshta as nuk i shohim. Janë tema që janë rritur me ne, na janë futur në gjak që në fëmijëri, janë brendësuar në mënyrën se si kemi parë të rriturit, prindërit, gjyshrit. Sot do të përpiqemi të kuptojmë mirënjohjen. Dhe jam e bindur që probabiliteti më i madh është që mirënjohja të mos jetë gjëja e parë që të kujtohet kur ti flet, mendon apo ndjen plagë të caktuara. Por në realitet, pothuajse të gjitha plagët tona kanë një fije të lidhur me mirënjohjen. Jo me mirënjohjen si detyrim, si emocion, por me mirënjohjen si detyrim, si borxh, si një mekanizëm nënshtrimi, si mënyrë për të mbijetuar në një kulturë ku të jesh mos mirënjohës është akuza më e rëndë që mund të marrësh. Atë ka ndodhur që në një ditë të zakonshme, krejt të zakonshme, dikush të bën një gjë të vogël, një dhuratë, një ndihmë që ti nuk e pret, një gjest të thjeshtë dhe sa habitesh, aq edhe trupi të kurret. Të kurret sepse ndoshta ndonjëherë vën dyshim a e meritoj unë këtë gjë, ose çfarë duhet bëj mbrapsht për këtë njerëz që bëri këtë gjë. Ndonjëherë ndodh që pikërisht to gjestet e vogla nuk i shijon dot, nuk shijon dot të ngrohtësinë e momentit, sepse mendja nxiton të gjej mënyrën e shpërblimit. Që mos mbetesh borxhli, mos dukesh i pa edukat, mos përfundosh në pozita inferiore që i detyrohesh dikujt. Dhe pikërisht në këto momente kuptojmë që mirënjohja nuk është më ndjenjë, është ankth. Dhe ky ankth nuk lind nga asgjëja, është trashëgimi. Sepse siç ti e di, në Ballkan mirënjohja nuk është thjesht faleminderit, është gati një provë edukate, provë karakteri. Dhe e di, ndonjëherë është instrument kontrolli. Është një lloj mënyre për të vendosur kush i drejtohet kujt. Është mënyra tradicionale që ne kemi për të konfirmuar hierarkin. Dhe ashtu, mirënjohja fillon dhe pa dashur ngatrohet me ca shtresa të thella të identitetit. Dhe mësojmë shumë herët që mirënjohja nuk jepet sepse je i lirë të ndjesh falënderim, mirënjohje ndaj dikujt, por jepet si detyrim. Sepse kemi frikë vërtet të quhemi mos mirënjohës, të zhgënjejmë prindrit, të mos i prishim punë familjes, të mos dukemi të ftohtë, deri dhe të mos humbasim dashurinë e dikujt. Kjo ndoshta është arsyeja pse në shumë familje tone mirënjohja nuk është emocion që ndodh, është një borxh që duhet shlyer. Dhe ne, të rriturit në këto kontekste, në këto mjedise, të rritur me këtë logjik, e kemi të vështirë të pranojmë mirësinë. Jo sepse nuk duam, po sepse ndjejmë që mirësia është e barabartë me një borxh që duhet kthyer në një moment të caktuar të jetës. Dhe borxhi është gjë serioze. Borxhi është detyrim moral. Borxhi të merr frymën. Në fakt mirënjohja është studiuar prej shumë vitesh dhe në kërkimet që bëra, vura re që studiuesit në fushën e sociologjisë kanë folur për mirënjohjen gati një shekull më parë.
Dhe ata thonë që çdo dhuratë krijon 3 detyrime. Detyrimi i parë është ta pranosh. Detyrimi i dytë është mos ta harrosh. Dhe i treti ta kthesh. Dhe në kultura si kjo jona, kjo nuk është fare teori, është një realitet që ne e prekim të gjithë. Sepse në shumë familje, kthimi i asaj që të kam bërë është thuajse detyrim etik. Të rrita, të shkollova, të martova, të bëra me shtëpi. Dhe i gjitha kjo nuk thuhet si një kujtim i bukur që prindrit kanë bërë për ty, po si një faturë, kupon tatimor që duhet ta kthesh mbrapsh. Dhe kur investimi pret kthim, mirënjohja nuk është më ndjenjë, është si kredi në bank që ka përqindjen e vet. Sigurisht do ishte shumë e thjeshtë po t'ishte kështu vetëm në familje, por kulturat nuk mbyllen vetëm në derën e shtëpisë. Ato hyjnë brenda shtëpisë dhe kur ti del jashtë shtëpisë, ke sërish të njëjtin mentalitet. Ato i marrin me vete në shkollë, në punë, në marrëdhëniet e dashurisë, në institucione, në politikë, ndaj dhe shprehje si prej meje në punë, unë të ndihmova të jesh këtu ku je. Mos harro kushtadorën në moment të vështirë. Mos e lër punën se mezi ta rregulluam edhe dali mos mirënjohës ndaj atyre që na ndihmuan. Këto janë shprehje që ne i hasim shumë shpejt. Do thuash ti, po sipas kësaj që ti po thua, çfarë është mirënjohja? Dhe unë dua të bëj një diferencë. Mirënjohja është emocion. Dhe është një emocion kur ajo vjen e lirë, kur ajo vjen e pastër, është një emocion i butë që të buron. Të buron kur ti thua faleminderit. Kur ajo kthehet në detyrim, e zbeh këtë lloj lirësie. E çon drejt një emocioni tjetër që është frika. Frika mos dukesh i pa edukat, frika mos dukesh i ftohtë, frika mos dukesh mos mirënjohës. Dhe ne ecim me këtë konflikt brenda nesh. Sepse e njohim, të gjithë ne e njohim të mirënjohjen e të lirë, të pastër, të butë. Është ajo që lind e ndjejmë në trup brenda nesh kur dikush na e prek shpirtin me mirësi pa na detyruar. Dhe kjo mirënjohja është shumë e vështirë. Atë që ndjejmë ndaj njerëzve që na kanë rritur me sakrifica, por që e përdorin mirënjohjen për të na kontrolluar. Sepse na vendosin kufizime, pritshmëri të rënda. Kjo mirënjohja e pastër, e të lirë, e rrit dashurinë. Ndërsa kur mirënjohja është monedhë, këmbimi, detyrimi, rrit shumë ndjenjat e fajit. Mirënjohja e pastër të rrit si njeri, të bën njeri më të mirë, të ndihmon të jesh më gati të ndihmosh të tjerët. Ndërsa kjo mirënjohja që vjen si detyrim, kur jemi ndëshkuar vazhdimisht të jemi mirënjohës ndaj njerëzve caktuar për cilët nuk kemi ndjer, të jemi kaq mirënjohës, të mbyll, të struk, të bën të mos kërkosh ndihmë, sepse ke tmerr të duash të shpërblesh, të kthesh borxhin asaj që ke marrë. Mirënjohja që buron, ajo e buta, ajo e pastra, ti jep qetësi dhe kur thua faleminderit. Ndërsa kjo e vështira t'jep ankth. Shpesh në terapi, më ka ndodhur të kem njerëz të cilët kur flasin për mirënjohjen, e shohin me ankth, e shohin me bezdi, sepse nuk u lejohet t'u burojnë aty për ta thënë, po u kërkohet. Dhe kur mirënjohja kërkohet me detyrim, aty të merr frymën. Sepse mirënjohja si detyrim të pengon të jesh njeri i lirë. Të ndryth, të pengon të zgjedhësh atë që ti ke nevojë. Njerëzit nuk rriten sipas nevojave që kanë, sepse nuk lën dot detyrimet që kanë ndaj familjes. Është motra e vogël që nuk largohet nga qyteti sepse duhet ndihmoj mamin dhe mami ka sakrifikuar shumë. Është vllai i vogël që nuk hikën dot nga shtëpia sepse duhet kujdeset për motrat sepse babi është i smur, edhe motrat mund të ngacmohen nga djepte e qytezës. Të rinj që ndjekin universitetin pavarësisht se nuk e kanë qef studimet, madje kanë dëshirë të marrin një zanat, por harxojnë kohën dhe parat për të ardhur në fakultete, sepse nuk mund të zhgënjejnë prindrit që kanë sakrifikuar tërë jetën dhe kanë pasur ëndër që fëmijët e tyre të jenë me diploma universitare.
gra dhe burra që qëndrojnë në martesa që u ka humbur kuptimi, sepse kanë nga pas këtë borxhin që burri ose gruaja ka sakrifikuar për mua, më ka ndihmuar të bëj karrierë, më ka ndihmuar të jem ky që jam, dhe nuk mund ta ndaj në këtë moshë. Kjo nuk është mirënjohje. Është një rrënjosje kulturore e konfliktit midis asaj që je dhe asaj që duhet të jesh, që mos zhgënjesh të tjerët. Mirënjohja e tillë është e hequr dorë nga liria për të zgjedhur veten, liria për të thënë jo, liria për të mos paguar borxhe të cilat nuk i ke kërkuar. Të kuptohemi drejt. Nuk jemi kundër mirënjohjes. Duam vetëm të kuptojmë origjinën e saj dhe në cilat rrethana ty vërtet të buron mirënjohja. Mirënjohjen e kanë studiuar edhe antropologët. Dhe sipas tyre, mirënjohja është marrëdhënie pushteti. Ai që falenderon, gati pranon që është në një pozitë më vulnerabël se sa ai që falenderohet. Falenderimi e rrit simbolikisht atë që e merr, i jep një status që prej teje jemi këtu ku jemi ose kemi këtë që kemi. Ndërsa sociologjia ndërhyjësisht duke thënë që mirënjohja është kapital simbolik. Dhe na hedh dritë mbi idetë që mirënjohja kolektive ka rëndësi më të madhe se sa mirënjohja reale. E në këtë mozaik çfarë mbetet nga mirënjohja njerëzore? Thjesht një thërmi e vogël. Një sjellje e mësuar që i ka humbur kuptimi. A ke vënë re ti Hajdi që në Shqipëri të paktën dëgjojmë gjithnjë e më rrallë të thuhet faleminderit. Po themi rrofsh. Shumë më shpesh rrofsh se sa faleminderit. Fjala faleminderit brenda ka nderin, ta di për nder. Dhe me sa duket, për shkak të kësaj mirënjohjes së imponuar të detyruar, e kemi kaq të vështirë të pranojmë me zë faleminderit që të kam një nder. Dhe i biem shkurt rrofsh. Që nuk është e keqe si shprehje sigurisht, po përdoret vend e pa vend. Sigurisht që mirënjohja është ndjesi shumë e bukur. Është të rrit, vërtet të rrit, dhe lum ata që arrin ta ndjejnë. Ajo nuk të detyron të bësh llogari për asgjë. Një mirënjohje që vjen nga individi, jo nga kultura, jo nga trashëgimia, është e heshtur, e qetë, nuk bën zhurmë, nuk bën moral, nuk ka nevojë të ketë fishek zjarre, as të hidhet në Instagrame, se shiko çfarë bëra unë për partnerin ose për partneren. Mirënjohja njerëzore nuk të kërkon që të ndryshosh sjellje, as të paguash borxhe, apo të bëhesh më i mirë se sa je. Unë e shoh për ditë këtë në punën me njerëzit, në seancat më të ndërlikuara, në historitë më të dhimbshme. Arrit të dalloj mirënjohjen kur buron. Jo gjithmonë vjen me një faleminderit. Vjen me fjali që për mua thon diçka më të fortë, më të thellë, që është unë ndjeva i dëgjuar, unë ndjeva e parë. Dhe kjo është mirënjohja e vërtet, kur vjen nga ndjesi të thella dhe shumë të pastra. Unë ndjeva i parë, unë ndjeva i dëgjuar, dhe kjo ndodh në të gjitha marrëdhëniet. Na ndodhi edhe ne këtu, para se të fillonte emisioni, teksa po diskutonim me kolegët. Kur dikush të sheh pa të zhveshur, pa të varur në qafë në një pritshmëri që se mban dot, pa të bërë të ndjesh inferior, pa të detyruar të jesh i mirë se duhet për ta, po sepse të buron të jesh i mirë me ta. Mirënjohja njerëzore ekziston vetëm kur njeriu është i sigurt se nuk e po e përdorin, se nuk do ja marrin lirinë, se nuk do e kërcënojnë më vonë. Vetëm në këto raste njeriu i ul gjithë mekanizmat mbrojtës dhe lejon të marrin ndihmën dhe të ndjejë mirënjohjen. Këtu hym
në fushën e psikologjisë, ku psikologët e shikojnë si një emocion që vjen kur tjetri shihet me respekt dhe me dinjitet. Një emocion që e çliron dhe nuk e nënshtron individin, që nuk e shtyn drejt heshtjes apo padrejtësisë. Në Ballkan kjo formë mirënjohje është e rrallë, jo se nuk jemi njerëz të mirë. Në thellë jemi shumë të mirë ose të mirë. Por sepse këtë edukatën që të jesh mirënjohës na e kanë mësuar në shtëpi, të themi faleminderit edhe në rastet kur nuk kemi kuptuar realisht për çfarë duhet themi faleminderit. Dhe që lidhet me heqjen e lirisë. Ti nuk ke të drejtë të thuash diçka. Duhet thjesht të thuash faleminderit. Të falenderojmë edhe kur në ato raste kur nuk besojmë se është bërë diçka, jo për ne si njerëz, por sepse prindrit e shohin që duhet falenderuar. Por ti e di, ti e ke ndjerë, që mirënjohja e pastër ka një natyrë krejt tjetër. Ajo ndodh nga natyra e thellë e marrëdhënies, nga përvoja e veçantë njerëzore, ndodh kur dikush e prek brendin tënde në mënyrë të qetë, të butë, pa të kërkuar asgjë. Në marrëdhënie intime, kjo mirënjohje ndonjëherë është edhe vetë më intime se sa vetë dashuria. Ajo shfaqet në hapësira ku njeriu është i parë në tërësinë e tij, në thelbin e tij, me gjithë të mira dhe me gjithë të këqijat. Dhe mbi të gjitha je i pranuar. Nuk vjen një listë me gjëra që duhet korrigjosh. Një pacient im thotë që me partnerin tim ndihem shumë mirë sepse ndihem kaq mirë me të. Koha me të ndalon. Mendja ime që zakonisht vrapon në atë moment nuk vrapon. Ecën. Sepse shijon momentin. Kjo është mirënjohja njerëzore. Nuk ka drama, nuk ka zbukurime të tepërta. Ka thjesht një pranim, unë nuk kam frikë të jem me ty. Natyrisht që ka shumë çifte që mirënjohja është ajo që e mban marrëdhënien gjallë edhe në periudha kur dashuria është e lodhur. Po është ajo mirënjohje e pastër, sepse nuk kërkon sakrifica, kërkon njerëzillik. Dashuria është e vërtetë jep shumë energji, po mirënjohja të ndihmon të stabilizosh. Dashuria të shtyn drejt tjetrit, ndërsa mirënjohja të bën të mbështetesh tek tjetri pa pasur frikë. Edhe diçka tjetër. Nga përvoja ime klinike, njerëzit që kanë kaluar trauma, dhimbje të mëdha, braktisje, kanë vënë re që e njohin mirënjohjen shumë më shumë se sa ata që mund të kenë pasur një jetë pak më të qetë. Ose njerëzit që humbasin diçka apo dikë shumë të rëndësishëm. Mësojnë të jenë mirënjohës, jo nga borxhi apo nga detyrimi, por sepse dhimbja duket sikur është një mësuese shumë e mirë e mirënjohjes. Këta njerëz falenderojnë pa fjalë, ndonjëherë falenderojnë me sy, ose me në mënyrën si të përqafojnë. Dhimbja ndoshta na ndihmon të kuptojmë që mirënjohja njerëzore është akt lirie, ti zgjedh ta japësh, edhe pse nuk ta kërkon askush, po sepse je i lirë ta japësh. Nëse mirënjohja të vinë për shkak të detyrimit, ato kthehen në një barrë për individët. Mirënjohja e pastër vërtet shpesh duket në mënyrën se si dikush të bën kafen e mëngjesit, ose një mesazh i shkurtër si je, ose të kam në mendje, ose jam këtu për ty. Mirënjohja është një libër, një kartolinë që merr nga një njeri që ke kohë që nuk e sheh. Ose kur merr mesazhe në rrjete sociale nga njerëz që nuk i njeh as personalisht që të falenderojnë për punën që bën. Dhe për fat të mirë dhe të keq njëkohësisht, ne kemi kaq shumë nevojë për këtë lloj mirënjohje, por dim kaq pak ta japim.
Nevoja që kemi për ta marrë është e madhe. Nevoja që kemi për ta dhënë është e madhe. Instrumentat që kemi për t'i bërë këto gjëra janë minimaliste. Është emisioni Fije Jeta, që sot po flet për mirënjohjen. Që t'jemi sinqert, ky emision u frymëzua nga një bisedë me një vajzë që jeton në Kanada. Ajo tha, mirënjohja që babai im kërkon nga unë është kaq narcisiste. Dhe kjo më bëri një klik në tru për të bërë këtë emision, por edhe për të kuptuar thellësinë e dhimbjes që jep kur njerëzit e shohin mirënjohjen me detyrim. Do merresha me termin mirënjohje narcisiste, që është një marrëdhënie që mbahet gjallë në thelb nga frika. Pra emocioni i frikës është ai që të udhëheq në të gjitha mënyrat se si e jep apo si e kërkon atë. Frika për të mos u dukur mirënjohës, për të dukur mirënjohës dhe jo mos mirënjohës. Frika për të mos e humbur tjetrin, frika për të mos u gjykuar, frika për të mos u braktisur, frika për të mos qenë i pa edukat ose i zakonshëm. Dhe në momentin që një prind dëgjon nga fëmia e tij nuk të kam asnjë borxh, lëndohet. E vërteta është që këtu i lëndohet një lloj egoje jo e shëndetshme, dhe që në fushën e psikologjisë quhet ego narcisiste. Dhe lëndimi vjen nga fakti që në ato momente, me fjalin nuk të kam asnjë borxh, humbet pushtetin. Dhe ndodh që disa prindër e kanë shumë të vështirë të jetojnë pa pushtetin që kanë mbi fëmijët. Dhe vështirësia më e madhe bëhet pikërisht që lirin ta marrësh nga ata që kanë bërë kaq shumë gjëra për ty. Të kanë ndihmuar të rritesh, të kanë ndihmuar të plagosesh, të kanë ndihmuar të fashohesh. Por pushtetin që ata kanë mbi fëmijët e tyre kanë shumë të rëndësishëm. Do pyesësh ti, ka ndonjë dallim midis mirënjohjes narcisiste dhe asaj të bukur, të vërtet? Po, mirënjohja e vërtet qetëson, ndërsa ajo narcisiste të rëndon. Siç e thash edhe në pjesën e parë, ajo e vërteta të rrit, ndërsa mirënjohja narcisiste të zvoglon, të bën të ndihesh i vogël, që nuk do mbaroj kurrë ky ferr. Kur je mirënjohës në mënyrë të vërtetë ndaj dikujt, afrohesh, marrëdhënia bëhet më e bukur. Ndërsa marrëdhënia narcisiste të mban larg, fillon ke sekrete, nuk do të kalosh kohë me atë njeri. Mirënjohja që buron është zgjedhje, ti zgjedh, ty të buron, ndërsa ajo narcisiste është kërkesë. Ti duhet. Ka një lloj mirënjohje në fakt që nuk dallohet me njerë. Se s'ka as fjalë të mëdha, as deklarata solemne, as ceremoni, por ndihet në ajër. Është prania e atyre njerëzve që të ndihmojnë, por momenti që të ndihmojnë, të vendosen në një pozitë kur ti nuk je më i lirë. Kjo është mirënjohja narcisiste. Dhe është një nga format më të sofistikuara të manipulimit emocional. Në pamje të parë duket si babaxhanllëk, si një gjë që po e bëj për ty, si bujari, si vëmendje. Vjen në forma u lodha për ty, sakrifikova për ty. Por rrënja e vërtet e këtyre shprehjeve apo sjelljeve të caktuara nuk është kujdesi, por kontrolli. Sepse mirënjohja narcisiste jep për të marrë mbrapsh, jep që të ndihet i rëndësishëm, jep për të ruajtur epërsinë, për të krijuar një borxh emocional, jep që të ketë të drejtë mbi ty ose mbi zgjedhjet e tua. Në thelb, ndihma që të jepet nuk është dhuratë, është një investim që ka interesa të lartë në momente të caktuara. Mirënjohja e vërtet kërkon dy gjëra që ajo mirënjohja narcisiste nuk e toleron dot. Mirënjohja e vërtet pranon faktin që nuk kam nevojë për dikë tjetër dhe nëse kam kërkoj ndihmë. Ndërsa mirënjohja narcisiste do vërtet që ti të kesh nevojë në mënyrë të vazhdueshme për dikë. Kur egot narcisiste nuk e marrin këtë mirënjohjen që ka nevojë, ndihen të pambrojtur, ndihen
ndjen të zbuluar, ndjen pa pushtet, ndjen të barabartë, dhe kjo gjë është gati e papërballueshme. Kjo është arsye pse narcisistët, ata që janë me çrregullim personaliteti narcisist, kanë një mungesë strukturore të mirënjohjes. Jo sepse nuk dinë, por sepse nuk mund të përballojnë njohjen e vlerës së dikujt tjetër. Edhe në literaturën bashkëkohore, në të gjitha studimet, narcisizmi lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me paaftësinë për të qenë mirënjohës. Njerëzit që kanë këtë profil emocionale interpretojnë çdo gjë që ju bëhet si një formë dobësie nga ana e tjetrit, ose një gjë që e meritojnë. Thjesht e meritojnë, ekzistenca e tyre meriton të duar trokitet, të ndihmohet nga të tjerët. Ka njerëz që thonë nuk dua të më falenderosh, por në fakt zemrojnë shumë kur nuk e marrin. Ata nuk e bëjnë me fjalë, bëjnë me gjestet e tyre të vogla që kthehen kështu në forma pushteti. Ata krijojnë një atmosferë të ftohtë kur nuk marrin atë që ka nevojë. Sulmojnë në mënyra pasive. E kuptoj, nuk ka problem. Unë prisja diçka më shumë, po gjithsesi. Ky lloj sulmi është më i vështirë për të kapur, sepse ti nuk e kupton çfarë nuk i ke dhënë. Pra kemi dy lloj kërkesash, ato që vinë me fjalë, me një burxhli, dhe ato që vinë me heshtje, me ftohtësi. E vërteta është që të gjithë jemi shumë të ndjeshëm ndaj mungesës së mirënjohjes, dhe kur dikush na e kërkon me fjalë ose me heshtje, aktivizohet një emocion tjetër, që janë ndjenjat e fajit. Dhe në këto raste pyet veten çfarë bëra gabim. Ku ishte faji im? Ndoshta ti nuk e bërë asnjë gabim. Thjesht nuk ke luajtur rolin që të ishte paracaktuar. Dikush më pyeti, po si shpjegohet që kjo mirënjohje narcisiste ka kaq shumë sukses? Domethënë, edhe nëpër Instagram, kur njerëzit tregojnë falenderime, ka një falenderim që s'është fare i ndjerë, vjen nga një lloj borxhi që duhet kthyer, dhe duhet kthyer borxh publik. Dhe po, funksionojnë shumë, sepse kjo mirënjohje narcisiste ka gjetur rrugën të shtruar nga kultura që e promovon varësinë. Njerëzit arriten me idenë se mirënjohja është detyrim. Kanë frikë të lëndojnë, kështu që falenderojnë edhe në rastet kur nuk e ndjejnë se duhet falenderuar. Njerëzit që janë rritur me frazën mos më fol mua ma të gjuset kam bërë kokën, kam sakrifikuar për ty. Po, e drejt, ke sakrifikuar për fëmijën tënd, po është pjesë e rritjes të lejosh fëmijën tënd të të kundërshtoj. Nuk mund të tredhësh zemërimin e fëmijës sepse të preku egon. Natyrisht ndihmoje të gjej forma të tjera të shpreh zemërimin, por mos masakro dikë, thjesht sepse të lëndoj egon. Dhe sigurisht njerëzit edhe nuhasin këtë brishësi, e kuptojnë që njeriu përballesh në pozita goxha vulnerabël, edhe e përdorin për ta bërë të ndihet keq. Dhe ndonjëherë të bën të ndihesh keq çdo njeri në çdo sportel, institucioni shtetëror apo privat që shkon, në mënyrën se si drejtohet. Duhet t'i thuash faleminderit edhe pse të përgjigj. Ky është ai momenti ku humbet kuptimi i mirënjohjes. Sepse kur ti thua falenderit nuk të erdhi fare nga zemra, sepse ti deshe, e bëre që dikush tjetër të ndihet më mirë dhe ti të vazhdosh të marrësh shërbimin që ke nevojë të marrësh. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz rriten me ide të shtrëmbëruara për veten, sepse janë rritur në mjedise ku çdo gjë që është bërë për ta, është bërë si investim ku ata duhet të jenë mirënjohës. Ata ndihen borxhlinj, ndihen ndoshta mos mirënjohës, ndihen që kanë detyrime morale shumë, ndjen që duhet të japin më shumë. Ndoshta nuk ke detyrim moral, thjesht ndalo të kuptosh çfarë ke nevojë të falenderosh dhe çfarë ke nevojë të pranosh si një fakt që ndodh.
Ka dhe mirënjohje narcisiste në çift. Çiftet janë pak delikate. Ky është terren shumë i dhimbshëm sepse mirënjohja e vërtet, kur je afër njeriu që do, afër njeriu tënd, është edhe më e dëmshme kur e përdoret kundër teje. Partnerët narcisist përdorin fraza të tilla si vetëm unë po sakrifikoj për këtë marrëdhënie. Po të mos isha unë do isha e rënuar, askush nuk merrej me ty. Ti nuk mi di vlerat. Unë kam dhënë gjithçka nga vetja. Kjo është aritmetika emocionale e një partneri narcisist. Ai nuk jep që ti të ndihesh më mirë, ai jep që ti të lidhesh më shumë. Jep për të pasur justifikime, jep që ti të ndihesh në borxhe që mos largohesh. Dhe kjo është një formë që ai mbijeton braktisjes së tij të brendshme, sepse kjo është frika më e madhe, braktisja. Por në vend që ta shpreh, hap ta zik të gjë, i vendos të tjerët në një pozitë ku ata janë të detyruar dhe në borxh të mos ta lënë atë. Në këto momente që vazhdojmë flasim për mirënjohjen nga Paper Radio, do doja të ndalesha pak më gjatë tek konteksti ballkanik, sepse në Ballkan mirënjohja nuk është emocion, është strukturë. Është mënyra se si rregullohen marrëdhëniet. Është mënyra se si përcaktohet kush i detyrohet kujt. Është mënyra se si mbahet rendi brenda familjes dhe jashtë saj. Mësohet si një normë e detyrueshme. Tek ne, mirënjohja shpesh fillon që në fëmijëri në format kështu më të imta të edukimit. Hajde thuaj faleminderit, mos u bëj mos mirënjohës. Ata kanë bërë shumë për ne. Që në thelb nuk kanë ndonjë gjë të keqe, por nën to ekziston një shtrat më i thellë. Që mirënjohja nuk është një gjë që ndihet, është një borxh që duhet kthyer. Në shumë familje ballkanike, mirënjohja është mënyra se si prindi gjyshja, halla, tezja. Njeriu që ka pas pushtet në atë familje, ruan një pozicion dhe sa më shumë përmenden sakrificat apo dhuratat që të kanë bërë, aq më i ngurtë bëhet ky pozicion, aq më i fortë bëhet ky pozicion. Sepse në mendjen e shumë prindërve çdo sukses i fëmijës është provë mirënjohje dhe çdo dështim është provë mos mirënjohjeje. Është absurd si barazim, por le ta pranojmë, ka zënë rrojnë kene. Dhe fëmia rritet me idenë se zgjedhjet e tij nuk i përkasin atij, por është një mënyrë për të kthyer investimin e prindit. Çdo dhuratë që të është bërë si fëmijë, e ke vënë re që në këto darkat familjare të kujtohet. E mban mend kur ishe 5 vjeç u futëm ke dyqani i unë harxova kaq para për të blerë ty këto gjëra. Dhe në momentin që përmenden këto kujtime që duken në pamje kështu, gjenuine, të pafajshme, brenda krijohet një ndjesi që është momenti që ti kthej borxhin këtij njeriu që po mban mend kaq qartë se sa shumë ka paguar për një triko të blerë për mua diku në një dyqan. Kjo quhet, sipas antropologëve, ekonomia morale. Njerëzit mbajnë balancë të gjithë detyrimeve që të kanë bërë për ta kthyer atë në një moment në jetë. Dhe në këtë ekonomi të rriturit janë kredidhënësit ndërsa fëmijët janë kredimarrësit. Mirënjohja në fakt nuk është valutë, pavarësisht se si përdoret në mënyra komplet të heshtura, kështu gati paqësore në ndukje. Gjithashtu duhet shtoj që në shoqëritë ballkanike, një nga arsyet pse këto forma narcisiste mirënjohje janë kaq dominante është sepse shoqëria, familja është ndërtuar mbi hierarkinë e moshës, hierarkinë e familjes, hierarkinë e rolit, hierarkinë e gjinisë. Në këto struktura mirënjohja nuk është ndjesi, është gati si një provë disipline. Përmes mirënjohjes në kulturat të tilla të ngurta, pranohet autoriteti, hierarkia, ajo që nuk prish rendin, që ti kupton pozicionin tënd dhe nuk mund të kërkosh më shumë se ç'të takon. Në këtë kuptim, mirënjohja në këto kontekste nuk është pjesë e intimitetit emocional, e ndërtimit të marrëdhënieve njerëzore, por instrument social. Nuk është as shkëmbim emocional, është bekim autoritar.
Fjala faleminderit në disa kultura nuk është një fjalë që buron, është një kod komunikimi. Është një mekanizëm kontrolli. Kontrollon imazhin, kontrollon nënshtrimin, sepse mban disa njerëz të nënshtruar. Kryesisht janë gratë të rinj dhe fëmijët. Si fëmijë ke qenë më shumë i detyruar të thuash faleminderit. Jo për ndjenjë, po për moral, jo për vlerë, po për nder. Ky presioni për të faleminderit bie shumë pak tek burrat, më shumë tek vajzat. Edhe këto fjali në fakt nuk janë pjesë e kulturës falënderimit, po pjesë e kulturës së kontrollit. Ka dhe një pjesë të dhimbshme, kur po lexoja për mirënjohjen edhe nga studime të ndryshme. Mirënjohja ndonjëherë përdoret si justifikim i padrejtësive, dhe kjo është pjesa më e dhimbshme. Përdoret për të neutralizuar kritikën, mos ja vër re, sepse është me nerv, apo ti e di që çfarë nuk ka bërë për ty. Përdoret për të heshtur pakënaqësitë të caktuara që ekzistojnë në familje apo në vendet e punës. Përdoret për ta bërë viktimën të duket e padrejtë në kërkesat e veta. Përdoret për të zhvendosur përgjegjësinë. Madje në shumë raste abuzive, mirënjohja është arma e parë që përdoret kundër viktimës. Po të mos isha unë, ku do ishe ti? Këta kur janë partnerët abuziv. Vetëm unë mund të duroj aty dhe me veset e tua dhe me historinë tënde. Dhe viktimat në këto raste, kur sulmohen me këto fjalë, ku duhet të jenë mirënjohësa abuzuesit që ka akoma durim dhe flet me to, bindet se nuk ka të drejtë as ta ankohet, sepse ka marrë një ndihmë për cilën është gjithjetë në borxh. Ky është deformimi më i shëmtuar që mund të bëhet mirënjohjes. Sigurisht që mirënjohja në këtë rast është thjesht detyrim, nuk ka të bëjë me ndjesitë. Por dëmtimi është shumë i madh, jo vetëm tek individi, por tek fëmijët që rriten në këto mjedise. Sepse në këto mjedise mirënjohja bëhet për të ruajtur paqen, për të mos hapur konflikte, për të shmangur dhunën që ndodh. E në këto dhe mirënjohja nuk ka shpirt, ka thjesht një zbresti shumë të madhe. S'bëhet fjalë të ketë ngrohtësi, ka vetëm kështu errësirë e plot. Do pyesësh ti, po si pas kësaj logjike në vendet si këto tonat në Ballkana ka mirënjohje të vërtetë? Sigurisht që ka. Rrallë, po ka. Janë ato rastet kur komunitetet dalin për të mbrojtur një çështje të caktuar. Dhe këtu në Shqipëri mund përmendim raste kur është vrarë një vajzë dhe ka pasur situata që kanë dalë në shesh shumë njerëz për të mbrojtur vajzën. Ose në rastet kur janë për GoFundMe, që kërkohen para për shërimin, për kurën që dikush ka nevojë, dhe ka një mbështetje shumë të madhe komunitare. Patjetër që ka. Dhe po të shikosh në këto fondet që mlidhen, ka shumë njerëz që dhurojnë dhe as emri nuk shënojnë. Që për mua ky është akti më i lartë i të qenit njeri pa pritur mbrapsht asgjë dhe pa e futur tjetrin që merr këtë shumë parash në borxh për të thënë faleminderit. Kështu që po, ka. Thjesht vjetra vetëm në këto situata. Kjo është mirënjohja e pastër kulturore, ajo që vjen nga bashkësia, jo nga hierarkia. Është rrallë sepse kultura jon e përdor mirënjohjen si mjet, jo si vlerë. Ka dhe një formë tjetër mirënjohja, ajo që vjen nga servilët, që nuk lidhet as me mirësinë, as me dhimbjen, vetëm me frikën. Është frika e atij njeriu që e di se çdo fjalë matet, peshohet, kontrollohet. Nuk bëhet fjalë për falënderime të sinqerta, po për falënderime që të shpëtojnë lëkurën, që nuk vjen nga zemra, po vetëm nga instinkti i mbijetesës. Për shembull, e dëgjon kur falenderon shefin. Faleminderit shef. Vetëm një njerëz si ty mund ta drejtojë këtë institucion. E vërteta është që kjo thuhet thjesht që shefi mos ta heqë nga puna. Ose faleminderit i thoni një profesori i cili ka folur për çdo gjë në atë auditor, përveç se për lëndën që është titullar.
Pra mirënjohja në disa kontekste institucionale, gjithashtu në Ballkan, është ritual, është pjesë e qenit rituali i vlerësimit. Servilizmi, njerëzit që kanë frikë, njerëzit që janë të paaftë, mbajnë shefat me dhurata. Janë ata që paguajnë rushfete gjithandej, sepse është forma e tyre për të thënë faleminderit. Edhe ata që e pranojnë këtë gjë, për këtë lloj mirënjohje duan, këtë lloj mirënjohje sipërfaqësore që lidhet vetëm me shpërblimet financiare ose me përkëdheljen e egove të smura. Kjo është mirënjohja servile. Njeriu servil sigurisht nuk është i dobët, është i friksuar nga konfliktet, nga ndëshkimet, nga tallja, nga braktisja, nga lënia jashtë. Dhe e ka integruar, e ka brendësuar këtë stil mbijetese të qenit servil që ka qenë fëmijë, se ka qenë një lloj mburoje që ka përdorur ndaj mësuesve në shkollë, ndaj mësuesve që ndonjëherë kërkojnë në festën e 8 marsit. Jo lule më, si shenjë falënderimi, por para ose dhurata që i paracaktojnë. Edhe kjo nuk është mirënjohje sigurisht. Në fund ditës mirënjohja nuk është detyrim, nuk është borxh, nuk është mekanizëm, nuk është hierarki. Është mënyra si dikush të sheh pa të zhbërë. Është mënyra si dikush të qëndron afër pa të detyruar që të jesh në borxh. Është mënyra si dikush të ka dhënë shumë pa të detyruar të kesh fatura nga pas. Nuk ka zhurmë mirënjohja e vërtet, nuk ka shantazhe, nuk ka ndere. Ka dinjitet, ka barazi, ka hapësirë. Mirënjohja është, unë personalisht jam mirënjohës atyre njerëzve që kanë ditur të më çojnë edhe në limitet e mia, pa më fyer kurrë. Kanë ditur të më ndihmojnë të rritem, pa më lënduar asnjëherë. Këta janë mësuesit e vërtet që nuk kanë pranuar që ka limite truri njerëzor, por investojnë që ai të rritet. Dhe të jetë funksional për jetën time, për veten time dhe për ata që jetojnë afër meje dhe rreth meje. Kështu që në këtë emision të mirënjohjes, unë të falenderoj ty që më dëgjove. Dëgjohemi të hënën që vjen në orën 9.